Го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Денешен гост е амбасадорот на Република Албанија во Македонија, неговата екселенција господинот Владимир Прелја. Господине Прелја, разговараме во период кога речиси секојдневно се менуваат најавите за идниот статус на Косово. Некои од нив предвидуваат и дестабилизација на регионот. Какво е вашето мислење? Колку овие настани може да дестабилизираат Македонија? Padyshim që unë këtu flas në pozitën e ambasadorit të Shqipërisë në Republikën e Maqedonisë dhe nuk më takon që të merrem me analiza politike. Por duhet të them që çështja e Kosovës sot e ka një zgjidhje të përcaktuar, të vendosur nga diplomacia ndërkombëtare dhe të përfaqësuar në paketën Ahtisaari. Kjo paket përfaqëson dhe perspektivën e Kosovës në bazë të vullnetit të popullit që jeton atje. Mendoj që këtu mund të nisi diskutimi dhe si qeveria shqiptare ashtu dhe qeveria maqedone janë të mendimit që çështja e statusit të Kosovës nuk ka sepse arsye që të shtyhet. Dhe si e tillë ajo ka një bazë, është baza paketa Ahtisaari dhe që duhet zgjidhur. Në një aspekt tjetër unë dua të nënvizoj këtu qëndrimin e qartë të shtetit maqedon, të diplomacisë maqedone, e cila duke kombinuar interesat e saj kombëtare, njëkohësisht është angazhuar në mënyrë serioze në një qëndrim tepër realist, të mbështetur në zhvillimet në përpjekjet e përbashkët të diplomacisë ndërkombëtare dhe në realizimin e atij kushti që ne të gjithë duam. Shmangjen e destabilizimit në rajon, pra shmangjen e destabilizimit dhe në vendet tona. Lejimin e zhvillimit të reformave të brendshme për të cilat janë të interesuar dhe aleatët tanë. Dhe aleatët tanë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Вие сте 4 години во Македонија. Колку сметате дека актуелните случувања на безбедносен план се можна најава за дестабилизација? Unë mendoj që sot Maqedonia është një shtet stabil, është një shtet demokratik, është një shtet I cili tenton zhvillimin sa më shpejt të reformave për të krijuar një shtet ligjor dhe për të krijuar një shtet I cili praktikisht do të ishte dhe është edhe një shembull për se si mund të zgjidhen problemet ndërnacionale në Europën juglindore. Unë mendoj që demokracia maqedone është e aftë t'i kapërcej problemet kalimtare. Është e aftë dhe natyrisht që këto kërkojnë dhe një angazhim adekuat nga të gjitha subjektet politike dhe nga gjithë shoqëria e maqedone. Во некои од сценаријата кои што беа споменувани за идниот статус на Косово се јавија аналитичари и од Македонија и од вашата земја кои што сметаат дека е можно формирање на голема Албанија. Каков е вашиот коментар во однос на ова? Unë mendoj që koncepte të tilla si Shqipëria e Madhe, Maqedonia e Madhe, Serbia e Madhe janë një fjalor I cili është I trashëguar dhe I asaj kohe kur Ballkani quhej me nickname-in ose me nofkën Fuçi Baruti. Mendoj që sot ky term është më shumë një pasojë e një koncepti se sa një realitet. Fakti është që asnjëherë nuk ka ekzistuar Shqipëria e Madhe apo Shqipëria e vogël, ka ekzistuar Shqipëri dhe shqiptar. Dhe në politikën e Republikës Shqipërisë sot, në diplomacinë shqiptare sot dhe në realitetin politik shqiptar sot, të tilla koncepte që lidhen me mentalitete shoviniste apo me synime të cilat shkojnë kundër fqinjësisë së mirë dhe kundër stabiliteteve rajonale, këto janë të përjashtuara në mënyrë ekskluzive dhe unë këtë mund të deklaroj në kuptimin edhe në aspektin zyrtar.
Заедно со Македонија како дел од јадранската група очекувате да влеземе во НАТО во 2008 година. Но во меѓувреме се погласни се најавите дека може да влезе само Хрватска, а Македонија и Албанија да почекаат некои подобри времиња. Какво е вашето мислење во однос на ова? Unë jam I detyruar të jem optimist. Dhe jo thjesht për natyrë, por për faktet që procesi I antarësimit euroatlantik I vendeve tona, përfshirë këtu Shqipërinë, Maqedoninë dhe Kroacinë, ka vetëm zhvillime pozitive. Kështu që unë mendoj që nga zhvillimet e fundit, sidomos summitet e fundit të NATO si I nivelit lartë në Prag, por edhe vizita e presidentit amerikan Bush në Shqipëri dhe një sër aktivitetesh dhe deklaratesh tjera tregojnë që perspektiva jonë është e përbashkët në antarësimin në NATO dhe në Bukuresht Tirana, Shkupi dhe Zagrebi presin një ftesë antarësimi. Смятате ли дека случувањето околу Косово би можеле негативно да влијаат врз нашиот прием во алијансата? Unë nuk mund të bëj parashikime, por mund të them që procesi diplomatik ndërkombëtar mbi Kosovën nuk është e lidhur me kartën e Adriatikut, me vendet anëtare të saj, në mënyrë të tillë që sepse si Shqipëria, ashtu dhe Maqedonia dhe Kroacia nuk janë aktor dhe vendimarrës në çështjen e statusit të Kosovës. Ata lozin rolin e tyre, janë aktiv ndaj kësaj çështje dhe japin kontributin pozitiv për zgjidhjen sa më shpejt të statusit Kosovës dhe realizimit të pavarësisë të kontrolluar, por sidoqoftë për mendimin tim kjo nuk e diskrediton rrugën që kanë marrë 3 vendet e kartës së Adriatikut ose të Aleancës së Adriatik Treshit për antarësim në NATO. Амбасадоре, можете ли да направите паралела меѓу правата на македонците во Албанија и на албанците во Македонија? Ne kemi një pakicë maqedone në vendin tonë, është pjesë e çmuar e shtetit shqiptar, ata japin kontributin e tyre, ashtu si gjithë qytetarët e tjerë të Shqipërisë për zhvillimin dhe demokratizimin e Shqipërisë, janë një popull I cili ka marrëdhënie të shkëlqyera me popullsinë shqiptare dhe midis nesh kurrë nuk ka pasur probleme dhe si e tillë natyrisht meriton që të punohet së bashku dhe njëkohësisht midis dy qeverive tona që të krijohen kushte sa më të mira zhvillimi edhe për pakicën maqedone, ashtu si për gjithë popullin shqiptar natyrisht. Për sa I përket popullsisë shqiptare këtu, natyrisht që qeveria shqiptare është e interesuar në përparimin dhe zhvillimin e saj. Ne politikën tonë e mbështesim mbi marrëveshjen e Ohrit, e quajmë një dokument tepër të rëndësishëm, I cili përbën dhe bazën e krijimit jo vetëm të kushteve për shoqërinë shqiptare, për popullsinë shqiptare këtu për të ecur përpara dhe për të zhvilluar, por ne shikojmë dhe si një dokument bazë I cili I jep mundësi Maqedonisë për të projektuar si një shtet demokratik, por njëkohësisht edhe për të projektuar si një shtet I cili do të sillte stabilitet dhe bashkëpunim në rajon. Ви благодарам, господине амбасадоре. Почитувани гледачи, го проследивте неделното интервју на Радио Слободна Европа во кое гостин беше амбасадорот на Република Албанија во Македонија, неговата екселенција Владимир Прелја. Довидување.